Lufta e Hendekut. Profeti Alayhi Selam punonte dhe vetë për t'i nxitur dhe motivuar shokët e tij që ta përfundonin hapjen e Hendekut sa më shpejt ishte e mundur. Transmetohet se ai Alayhi Selam doli për tek Hendeku dhe pa muhaxhirët dhe ensarët duke gërmuar në një mëngjes të ftohtë. Kur pa lodhjen dhe urinë e tyre tha: "O Zot, jeta e vërtetë është jeta e botës tjetër. Prandaj fali ensarët dhe muhaxhirët." Ata ju përgjigjen duke thënë me entuziazëm: "Ne jemi ata që i dhan besën Muhamedit për të luftuar në rrugën e Allahut derisa të jemi gjallë." Besimtarët punonin në përkushtim dhe disiplinë. Kur ndonjëri kishte nevojë të largohej, kërkonte leje nga profeti Alayhi Selam, sepse të gjithë ishin të përfshirë në një çështje të përbashkët me të, qoftë ajo lufte apo ndonjë punë tjetër. Kjo ishte etika islame në veprim. Pasi kryente punën e tij, sahabiu kthehej dhe nëse vendi i tij ishte zënë, bashkohej me të tjerët në një pjesë tjetër të punës. Profeti Alayhi Selam ishte udhëheqës por dhe punëtor me ta, duke ndarë me të tjerët mundin dhe përgjegjësinë. Por jo të gjithë ishin të njëjtë. Midis rrallëve ishin dhe hipokritët, të cilët silleshin me zemrat sëmura. Ata largoheshin fshehurazi nga puna, shpiknin justifikime të rreme dhe përpiqeshin të përhapnin dembelizëm dhe dëshpërim në mesin e besimtarëve. Kurani i zbuloi gjithmonë prapaskenat e zemrave të tyre në luftë dhe në raste të tjera. Allahu i lartësuar thotë: "Besimtarët e vërtetë janë ata që besuan Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe kur janë bashkë me të në një çështje të përbashkët, nuk largohen pa kërkuar leje prej tij. Ata që të kërkojnë leje janë ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij." Surja Nur 62-64. Fjala liuadha nënkupton që fshihen pas të tjerëve dhe largohen një nga një. Kështu bënin hipokritët, largoheshin fshehurazi dhe sillnin pretekste boshe për të dobësuar moralin e muslimanëve dhe për të penguar punën e tyre. Në kohë tona, disa njerëz sillen në mënyrë të ngjashme në vendin e punës, shmangen nga përgjegjësitë, gënjejnë dhe kërkojnë justifikime për të larguar gjatë orarit të punës dhe kështu ngarkohen me haram në fitimin e tyre. Kujdes, kjo është e njëjta rrugë që ndiqnin hipokritët. Kur muslimanët përfunduan Hendekun, profeti Alayhi Selam tha: "A ka mbetur ndonjë pjesë pa u mbyllur?" Ata i thanë: "Po, aty ku është një çarje me shkëmb." Tha: "Vendosni aty gur dhe forcojeni, sepse unë e shoh armikun tuaj që do të vijë sonte." Pastaj profeti Alayhi Selam kaloi natën duke u falur dhe duke u lutur, dhe ishte vetë që i kontrollonte rojet, një udhëheqës që nuk komandonte nga larg, por që ndronte në vijën e parë. Kur arritën ushtritë e aladëve u tronditën nga pamja e Hendekut, thanë të hutuar: "Çfarë është kjo dinakëri?" Arabët nuk e njihnin këtë lloj taktike ushtarake. Ata e rrethuan Hendekun, por pamundësia për ta kaluar i la pas zgjidhje, ndërsa Allahu e mbrojti Medinën dhe e nderoi profetin dhe shokët e tij me fitore të mëdha.